Përshëndetje të dashur vëllezër dhe motra, dashamirës të muzikës klasike. Po I bëj një përshëndetje nga shtëpia e Ludwig van Beethoven, kompozitorit numër 1 të Gjermanisë. Sigurisht edhe I preferuari im. 1770-1827. Shikoni pak. Kjo ishte piano që vetë Beethoveni kompozonte. Ne do zbresim pak poshtë tash. Se alergji po të ska pas shtëpi 3 kaçe ose 4 kaçe le të themi. Shkëmbej që këtë poshtë. Shohim që më bëhet. Ja, këtu. Ky është Ludwig van Beethoven. Ja, dhe busti. Pak të ashpër për këtë gjermanët, po për muzikë nuk ja kalon njëri. Të paktën deri më sot. Të flasim për muzikë serioze, për muzikë të mirë. Ja. Ky është libri I pagëzimeve. Domethënë Beethoveni pas ka qenë pagëzuar. Interesant. Ja. Të gjitha ndërshkrime origjinale. Këtu mund t'ja japësh play të dëgjosh muzikën. Ja këtu. Ja dhe instrumenti I violës. Këto janë imazhet e qytetit të Bonit në periudhën kur Beethoven jetonte. Edhe ushtronte aktivitetin e tij si kompozitor. Pas ka dhe turistë të tjerë, sigurisht vinë nga gjithë bota. Janë ca evenimente në jetë që mirë është të shfrytëzosh. Edhe unë erdha këtu në Bonn, sigurisht gjë e parë gjithmonë pëlqen të shoh operën ose të intereson pak për muzikën klasike. Ky është udhëtimi jon tek shtëpia e Beethovenit. Kjo është shtëpia e Beethovenit.